Azza pastaj salavat i shojna të dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza që na ka mësuar më ajri, e pastaj i falenderojmë edhe ata të cilët i bën sebeb për më na bashkuar neve. E lutem Allahun Azza ashtu siç na ka bashkuar këtë vend, na bashkuar në xhenetin e tij. Allahu Azza thot, nëse i numëroni nimetet e Allahut Azza, nëse i shërni se sa nimete, sa mirësi Allahu ju ka dhënë, s'keni mundësi me i numëruar. E njëri mirësime, njëri nimete është se Allahu Azza na ka mësuar me nxon këtë Ramazan, e që pejgamberi alayhis salam një ditë i kanë zonë dy sahaba, apo disa sahaba duke diskutuar se njëri prej tyre ka qenë në ëndër, një shok vetën, çka disa shok i bën shok të mirë, shok devotshëm, po njëri ka bëj ibadet më shumë se tjetri. Edhe ka vdekur. Ky shoku i tij na ka vdekur 1 vjet më vonë. Edhe thot, ky tash e ka pa ndër shokën e vet, thot, ai i cili vdes 1 vjet më vonë, shkojnë në xhenet më të lartë se sa ky i cili vdes 1 vjet më herë. E tha u çudita se ky u kon pak më i devotshëm. E tha pejgamberi sa kur i po diskutimet e tyre, tha po çka po çuditeni? A nuk e dini se ky 1 vjet ka fal namaz më shumë se sa ky tjetri, edhe 1 vjet ka agjëruar Ramazan më shumë se sa ky tjetri. Po për ata pejgamberi sa na ka mësuar neve, kur e kam pyetur dërgumi Allahu, cili është njeri më i mirë, ka thonë pejgamberi sallallahu është njeri më i mirë tek Allahu, ai i cili atij të cilët Allahu xhel i jep ymër të gjatë, mirë po në besim, në iman. Ai i cili jeton sa më gat, mirë po në besim, në iman, për shkak se sa më shumë që fal njeri namaz, sa më shumë që agjeron, sa më shumë që bën ibadete, ngritet shkallë më të larta te Allahu azza xhel. E këto na ka mësuar edhe pejgamberi sallallahu kur ka shkuar një sahabi dhe ka thonë dërmi Allahu, po du me kon me ty në xhenet. Ka thonë, fa'inni bi kathrati sujud, ndihmon mu që kur të lutë Allahun azza xhel me pas për kol mu lut. Ki po ka njerë të na, kur kena bo na i dysha i tresh, u du babën me qua na i djallë miqës atë dikon, edhe shkopet e profesori, shërnet marit që dyshën e babën të katësh a tresh. Po, me pohon gelash djali, i vjen marë dhe djallë të miqës me thot me shku të profesori. O, thot, këtë dysha i gallo, ku mja qitina pesh, hajde një tresh, mu i mja qit. E këtë, pejgamberi son, me këto ka dash me na mësu neve, ka thonë, kur shkojnë me ndërmicu të Allah, me pas për e kanë ndërmicu. Jo me thonë Allah, jo për kjo Allah, kur krytë sejtë dhe ka për kanë më lutë. Kur si ka ro krytë sejtë dhe Allah dhe zëvëgjel. E për ata i ka thonë këti sabijën, ndihmo mu që kur shkojnë të Allah dhe me lutë për ty, me pas për kanë me lutë. Që me qitë në gjenet, se meriton gjenet i Firdaus, që është gjeneti ma i darë, meriton një gjenet ma të vogël, mirë po, për shkak se sejtë shumë të që i ki bo, ndihmon mu që me kon me mu me pejgamberin e Islam xhenet. Allah na mundso, për ata Allah na ka begatu neve që e kena arrit këtë Ramazan. Allah na mundso sa më shumë Ramazane na arrit, edhe me po ibadet sa më shumë, se kjo është një shans e madhe për të cilën pejgamberi alayhis salam edhe sahabët i lut për mi mundsu me arrit muajin e shejt Ramazan. Edhe Allahu neve na ka mundsu me arrit muajin e shejt Ramazanit, të duhet me shfrytzu maksimalisht. Që ka pas për djetarëve që i kalon me ligjerata e me krejt për vetë se jërë marrë me ibadet, me adhurime që atë mujtë shejt Ramazan. E na pritojna me falë 20 reqate taravia, e që pejgamberi sa ka thonë ai cili e falë namazin me imam, derisa të kryen imam, ai falë të 20, ai falë 10, ai falë 4, derisa të kryen imami, e ka shpërdime sikur se me falë të natë namaz natës. E unë, askur s'ka mundësi të natë me falë namaz natës. E këtë mundësi na ka thonë pejgamberi sallallahu që me falë taravijat me imam, derisa të kryen imamin, shpërblimin e kena sikur se me falë të natë namaz natës. E sidomos tash ja nisim edhe pak 10 meshin e fundit të Ramazanit, e inshallah Allahu azza na mundson me kry këtë Ramazan e me dalë ashtu siç është Allahu azza i kënaqur me mëkatet e falta. Allahu na pranon çdo ibadet të çdo adhurim. Allahu i shpërblet për mëmendje. Assalamu alaikum.